Miqtë të dashur, muajin e Turqisë po e fillojmë tek një nga monumentet më madhështore të Stambollit dhe një nga shembujt më të mëdhenj të luksit të perandorisë osmane. Pra jemi tek Dolmabahçe Palasi, ku pra kjo është vërtet një monument madhështor, aq i bukur, i cili gjendet buz Bosforit në Beshiktash. Por gjithashtu, perandoria osmane për të ndërtuar tërë këtë monument kaq fantastik, thuhet se ka hyrë në borxh tek vendet e tjera. Gjithashtu, pallati Dolmabahçe u ndërtua midis viteve 1843-1856 me urdhër të sultanit, i cili donte një rezidencë moderne sipas stilit evropian, ndryshe nga pallati tradicional Topkapi. Ka një sipërfaqe rreth 45.000 metra katror me 285 dhoma, 46 salla, 6 hamame dhe 68 tualete, dyshemet prej parketit të punuar me dru të rrallë, tavane të zbukuruara me piktura, mobilje, qilima dhe perde luksoze të importuara kryesisht nga Europa. Është edhe llampa prej kristali bakarat në sallën e madhe, që peshon rreth 4.5 ton dhe është ndër më të mëdhat në botë. Ka edhe një bibliotekë të pasur dhe sallë pritje mbretërore. Ishte qendra administrative perandorisë osmane nga vitin 1856 deri në vitin 1922. Ataturku, themeluesi i Republikës së Turqisë, përdori disa dhoma të pallatit si rezidencë gjatë vizitave në Stamboll, ku ai vdiq këtu me 10 nëntor 1938 në orën 9:05, që sot mbahet simbolike dhe gjendet të ndaluar në dhomën e tij. Pra, pallati është një muze dhe është një nga vendet më atraktive për të vizituar në Stamboll. Pra, pallati Dolmabahçe është edhe ka edhe pjesën brenda të cilën mundeni ta vizitoni, pra duke bler biletat këtu me njerë tek hyrja, dhe mund të shihni më tepër rreth kësaj bukurie që e kanë ndërtuar perandoria osmane, por gjithashtu edhe luksi të cilin mund ta shihni brenda saj.